Një përplasje në rrjetet sociale mes disa të miturve përfundoi me gjuajtje me armë zjarri mes të rriturve të dy familjeve në Halabak të Podujevës të dielën. Si pasojë janë plagosur 2 persona. Pas konfliktit online dyshohet se pati rrahje fizike mes disa personave. Pas kësaj, policia thot se gjatë incidentit është tënë me armë zjarri. Është raportuar për një përleshje fizike në mes të disa personave ku njëri nga të dyshuarit mashkull kosovar dyshohet se ka shtënë me armë zjarri, ku janë plagosur 2 meshkuj kosovar. Të lënduarit janë dërguar në QKUK. Në vend ngjarje janë sekuestruar 2 gjoja dhe 3 automjete. Me vendim të prokurorit janë arrestuar 6 të dyshuar dhe pas intervistimit dërgohen në mbajtje. I dyshuarit që ka shtënë me armë zjarri është në kërkim policor. Sipas prokurorisë, rasti është iniciuar si vrasje në tentativë. Rasti është iniciuar me veprën penale vrasja në tentativë nga nenin 172 lidhur me nenin 28 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Në këtë drejtim, prokurori i shtetit në bashkëpunim me policinë e Kosovës po ndërmarrin të gjitha masat dhe veprimet e nevojshme hetimore për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje. Duke qenë se rasti është në fazën fillestare të hetimeve, nuk mund të ofrojmë detaje shtesë lidhur me rastin në fjalë. Sipas informacioneve, 2 familjet nga njëjti fshat i Llapit kanë pasur probleme mes vete edhe shumë vite më parë.